Vazhdojmë me përgatitjet e menyve të radhës. Sonte për menyn e iftarit kam zgjedhur që së bashku të përgatisim patlıcan të zi. Unë këtë meny iftari po e bëj të përshtatshme për 4 persona. E juve për sa persona ju nevojitet, mund të dyfishoni gjitha masat cilat unë do t'i paraqes gjatë përgatitjes të kësaj videoje. Fillimisht marrim 2 patlıcan, cilat i kam pastruar një herë pak me ujë dhe do të vazhdojmë që t'i prejmë në fileta më të holla. Sot do t'i përgatisim në një mënyrë pak më ndryshe. Vazhdojmë, do t'i prejmë në këtë mënyrë. Tani marrim një enë më të madhe, ku shtojmë ujë dhe uji shtojmë pak kryp. Duhet veprojmë kështu sepse patlıcani i zi është shumë i idhet dhe nëse nuk e largojmë idhtësinë, nuk do të na bëhet e mirë gjella. Vazhdojmë tani pjesët e patlıcanit, t'i shtojmë brenda këtu tek uji dhe të lejojmë që të pushojnë dikun 5 minuta. Dhe për të siguruar që do të na futen të gjitha brenda tek uji, unë preferoj që ta shtoj sipër një pjatë e cila do t'i mbaj kështu që të bien deri poshtë. Lejojmë të pushojnë 10 minuta. Do ta vreni që uji më njëherë do të svirdhet. Dhe dikom pas 10 minutave, mund ta vreni lëngun se çfarë ngjyre ka marrë. Tani vazhdojmë dhe i largojmë nga ky ujë, i shpërlajmë mirë me ujë dhe i rendisim në tepsi. Në një tepsi më të madhe, poshtë tepsisë kam shtruar letër për pjekje. Vazhdojmë tani këtu që t'i rendisim pjesën e patlıcanëve. Zakonisht në këtë receta i fërgojmë patlıcanët në vaj. Unë nuk dua ta bëj ashtu sepse këto dinë që të thithin i ndyr shumë. Prandaj do t'i pjekim në furrë derisa të zbuten me shumë pak yndyr. Tani në një pjatë më të vogël shtojmë vaj. Mund përdorni edhe vaj ulliri nëse keni dëshirë, por unë në këtë recetë po përdoj vaj lule dielli. Thjesht me brush sipër do t'i lyejmë nga pak, duke mos e tepruar me yndyr. Dhe tani vazhdojmë i pjekim. Fura është e parangruhur në 250 gradë, vazhdojmë i pjekim dikun parafërsisht 15 deri në 20 minuta. Tani vazhdojmë që ta përgatisim mbushjen e patlıcanëve. Në një tigan, unë do të shtoj një lugë gjella me gjalp. Ju mund përdorni vaj ose margarin sipas shijeve të juaja. Presim një herë në zjarr mesatar derisa gjalpit na shkrihet. Tani tek gjalpi i shkrir, vazhdojmë dhe shtojmë një qep më të madhe të bluar imët. Gjithashtu vazhdojmë të shtojmë brenda edhe një spec jeshil, njëjtë edhe specin unë e kam bluar në blender. Për ngjyrë dhe më shumë shije do të shtojmë edhe një spec të kuq, njëjtë të bluar imët. Vazhdojmë tani skuqim në zjarr mesatar diku parafërsisht për 3-4 minuta, derisa të gjitha perimet brenda të zbuten. Pasi perimet janë skuqur mirë, vazhdojmë tani që brenda të shtojmë 500 gram mish viçi të bluar. Vazhdojmë i skuqim edhe për 2-3 minuta tjera tani, që edhe mishi pak të fërguhet me ferimet. Pasi e kemi fërguar edhe mishin, vazhdojmë tani brenda që shtojmë një domate të bërë në rinde, por domatja është pa lëvore. Përzijmë mirë dhe e mbajmë kështu në zjarr, vetëm edhe për 2 minuta tjera. Dhe tani është gati. Vazhdojmë brenda që të shtojmë erësa dhe piper. Vazhdojmë brenda të shtojmë 2 lugë të mesme me piper të kuq që të na merr ngjyrë më të bukur gjella. Gjithashtu shtojmë edhe 1 lugë të mesme me kryp. Për t'ia dhënë atë pamjen e bukur, do të shtojmë edhe pak majdanoz të freskët të prerë imët. Përzijmë mirë dhe tani më mbushjen e kemi gati. Nëse keni dëshirë, mund shtoni edhe pak piper të zi, sipas shijeve. Tani vazhdojmë me renditjen. Marrim nga një copë nga patlıcanët e zi, të cilët i pjekëm më herët. Me ndihmën e një luge, shtojmë nga mishi që e kemi përgatit me kujdes. Gjithashtu ndërmjet rendave shtojmë shumë pak kashkavall. Shtojmë rendin e dytë me patlıcan.
Vazhdojmë, shtojmë mish me kujdes. Përsëri shumë pak kashkavall dhe edhe një rend me patlıcan të zi. Pra në total do të shtojmë nga 3 renda. Përsëri shtojmë mish me kujdes. Do punojmë me 2 duart që të mund ta shtyp mirë pjesën e mishit. Dhe kështu duken pasi kemi renditur që të gjitha në tepsi. Dhe tani do të na duhet 500 ml pas domate, nga ato që shiten të gatshme, pra domate të pasterizuara. Vazhdojmë që t'ju shtojmë tani sipër. Mbulojmë mirë, shtojmë pjesën e mbetur edhe në tepsi. Dhe sipër ju shtojmë edhe nga pak kashkavall të bërë në rende. Vazhdojmë tani dhe tepsin e rikthejmë në furr. Furra është përsëri e ngrohur në 220 gradë dhe i pjekim dikon për afërsisht 25 deri në 30 minuta. Dhe pas dikon 25 minutave në furr, tani më gjella është gati dhe nuk kam mbetur më asgjë tjetër veç se ta shërbejmë. Mund ta shërbeni me pilaf, mund ta shërbeni me patate ose me gjithçka sipas shijeve të juaja. Presim që të ftohet dikun 5 minuta dhe vazhdojmë shtojmë në pjata.